jemi ballafaqur me situatën në ato momente ku qenë në komunë. Me njerë, domethënë, kemi mbledh shtabin e emergjencës, jemi ballafaqur me situatën, fatmirësisht nuk ka dëme në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komuna tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar. Domethënë, ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, Qendra, Aerodromi, zi tjera, sepse duhet falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit, edhe zjarfiksat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë, në mënyrë volontere, edhe ndërmarrjet publike të qytetit, deri orët e vona, deri në mëngjes, pra kanë sanu ato në 3 ndërtesa, pra në Fushë Topon, në Pavle Ilis dhe tek metro, në 3 lokacione ka pas rrezik ku gjysma e kulmit ka ra, gjysma ishte në duke ra. Këtu kanë vepruar domethënë zjarfiksët bashkë me punëtorët e ndërmarrjeve. Në mënyrë intensive po punojnë edhe ndërmarrjet publike të qytetit, të parqet të gjelbrimit, higjiena komunale dhe gjitha tjera, po sanohet situata me drujt që kanë ra, dhe po ashtu kemi formuar edhe komisionin për vlerësimin e dëmeve në komunën e Çajirit. Dje kemi pas edhe mbledhje koordinative me kryetarin e qytetit dhe gjitha komunat e qytetit, të cilët kemi dalë me një qendrim unanim, ku bashkë qyteti dhe komunat dhe ndihmojnë qytetarët për sanimin e dëmeve aty ku ka.